Një incident i rënd i dyshuar për helmim ushqimor ka përfshirë Akademinë e Sigurisë në Tiranë, ku 56 student përfunduan në repartin infektiv të QSUT-s pasi konsumuan ushqimin e ofruar nga kompania e cateringut që shërbente në institucion. Sipas policisë së shtetit, studentët shfaqën simptoma të forta shqetësuese dhe morën menjëherë ndihmën mjekësore. Pas trajtimit në spital, të gjithë janë larguar në gjendje të stabilizuar shëndetësore. Nga hetimet paraprake rezulton se ushqimi furnizohen nga një kompani private përmes shërbimit catering. Në kuadër të procedurës penale janë arrestuar një 52 vjeçar me detyrë kuzhinier dhe një 23 vjeçar me funksion teknologe ushqimore pranë kompanisë kontraktuar. Ndërkohë, administratorja e kompanisë është padur në kërkim, ndërsa një tjetër teknologe po hetohet në gjendje të lirë. Të dyshuarit akuzohen për veprën penale, importim, prodhim dhe shitje dhe ruajtje e ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Paralelisht me hetimet e policisë, kontrolle ka ushtruar edhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Sipas AKU-s, gjatë inspektimit në ambientet e kuzhinës së Akademisë së Sigurisë u konstatuan se kushtet higjieno-sanitare ishin të përshtatshme dhe se aty nuk kryej gatimi, pasi ushqimet silleshin të gatshme nga kompania Sorial. Ekspertët e AKU-s sekuestruan rreth 86 kg ushqime dhe morën mostra për analiza mikrobiologjike, të cilat janë dërguar pranë laboratorëve të Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare. Kontrollet u zhvilluan edhe në një ambient të kompanisë cateringut, ku nuk u gjetën ushqime të gatuara pasi ato shpërndaheshin menjëherë pas përgatitjes. Megjithatë, autoritetet bllokuan edhe mbi 67 kg produkte ushqimore të tjera për shkeljet që lidhen me mungesën e sistemit të plotë të gjuarshmërish së produkteve ushqimore. AKU-ja vendosi ndaj kompanisë masa administrative me vlerën totale 200.000 lekë, ndërsa priten rezultatet laboratorike që do të përcaktojë shkakun e saktë të helmimit të studentëve.